Ndërsa mbyllja e hapësirës ajrore në lindjen e mesme ka shkaktuar kaos global në transportin ajror, të dhënat zyrtare të aeroportit ndërkombëtar Nën Tereza tregojnë se flukset e udhëtarëve mes Shqipërisë dhe Gjirit Persik kanë qenë të konsiderueshme gjatë vitit 2025. Vetëm drejt Dubait kanë udhëtuar 52.123 pasagjerë, ndërsa drejt Abu Dhabit 38.745 pasagjerë, me një total prej gati 91.000 pasagjerësh. Ndërkohë, edhe në janar 2026, të dhënat zyrtare tregojnë se drejt Dubait udhëtuan 5.001 pasagjerë, një rritje prej 52% krahasuar me janarin 2025. Këto shifra konfirmojnë se mbyllja e papritur e hapësirës ajrore në lindjen e mesme prek drejt për drejt edhe vendin tonë, duke ndikuar tek një prej destinacioneve për udhëtarës shqiptar. Megjithatë, pavarësisht ndërprerjeve masive të shkaktuara pas sulmeve amerikane e izraelite ndaj Iranit dhe reagimit të Teheranit, aktualisht fluturimet nga Tirana për destinacionet e tjera ndërkombëtare po operojnë normalisht. Deri tani nuk raportohen vonesa apo anulime të lidhura me situatën në lindjen e mesme. Ndërkohë, mbyllja e hapësirës ajrore po shkakton ndërprerjen më të madhe globale të transportit ajror, me avion, ekipazhe dhe pasagjerë të bllokuar nëpër botë. Qindra fluturime u anuluan brenda 24 orësh, duke goditur nyjet qendrore të trafikut ndërkontinental si Dubai dhe Doha. Trafiku mbetet i paralizuar në disa vende kyçe të lindjes së mesme dhe nuk dihet ende se kur do të rikthehet normaliteti.